Përshëndetje, mirë se erdhët në konferencën e parë zyrtare për vitin 2026 të Partizanit, organizuar në prag të sfidës së radhës javës 19, ku skuadra e Partizanit do përballët me Vorën ditën e nesme në orën 13:30 në stadiumin Vora. Si gjithmonë pranë meje është trajneri Ortega Knight, i cili është gati të përgjigjet pyetjeve. Si duket gjendja e ekipit? Keni marrë një fitore në fund, ndërkohë që po gatikeni për sfidën ndaj Vorës. Si duket gjendja? Përshëndetje, ekipi duket mirë. Ndeshja e kupës tregoi që kishim në ritëm, nuk e kishim humbur, seancat servitore kanë qenë të gjata, me rëndes për gjithë vitin që vjen mbas, pjesën e mbetur të sezonit. Djem duken mirë, harmonia është mirë dhe jemi të gatshëm për ndeshjen e nesëm. Ndërkohë që teksa flasim për statistikat me Vorën, shifrat flasin në favorin tuaj, si e vlerësoni ju personalisht? Është një ndeshje e fortë, të themi realisht, Vora ka bërë mirë gjatë gjithë sezonit, mos të themi që është surprizë këtij sezoni deri tani. Ka element shumë cilësor, djem të rinj, që po bëjnë shumë mirë në pjesën e parë të sezonit, është një ndeshje mjaft e vlerësuar nga ne. Sigurisht që ne duhet të hyjmë vetëm për 3 pikat, por respekt maksimal për ekipin e Vorës. Ushqimet e Partizanit ka pasur afrimin drejtor të ri sportiv, ndërkohë që jeni nga të pakët ekipe që në këtë merkato dimërore nuk është se keni përfolur për ndryshime, si shndron situata në momentalisht. Atëherë ne grupin e kemi dhe bisedimet me drejtorin e ri ka qenë që ne mund të marrim ndonjë element, si rasti i Qakës, që vërtet mund të bënte diferencën, që të kemi cilësinë e ekipit, jo të shtojmë në numër, sepse djemt janë, kanë bërë një sezon të mirë, pavarësisht dëmtimeve që kanë qenë shumë të shumta, ne kemi pasur grupin, lojtarët janë, kështu që nuk mund të marrim një element thjesht për të shtuar numrin ose thjesht për të thënë që do bëjmë merkato. Merkato janarit është gjithmonë e varfër, lojtarët që mund të vinë nuk janë në formë ose janë prej disa kohësh pa luajtur, që në rast të tillë nuk do na shërbenin fare, sepse kampionati është në ritëm, jemi direkt në ndeshjen e parë. Prandaj besoj grupi është dhe me këtë grup do vazhdoj. Por nëse do të ishte mundësia për të bërë një merkato të mirë, vetë Kërnaja personalisht kërë e parë do të sulmonte për ta përforcuar. E parë që do preferoja ta përforcosh të riktheshin gjithë djemt tjerë, të ishin me gjithë pjesë e grupit, pastaj do shikonim nëse do e arrinim apo jo. Domethënë merkato më mirë ke ne shriktimi gjithë forcave tona, nuk kemi nevojë për ndërhyrje nga jashtë. Pritshmëri për ditën e nesme, sigurisht dhe dëshira për 3 pikë. Pritshmëri dhe dëshira sigurisht janë për 3 pikët, ne hyjmë për të fituar, për të vazhduar vitin mbar dhe për të ecur përpara drejt objektivave.